Me të vërtet falënderimet I takojnë Allahut, atë e përnderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut të lartësuar na ruaj nga e keqja e veteve tona dhe nga dëmi I punëve tona të këqija. Atë njeri I cilin Allahu I madhëruar e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kusht ta devijojë nga rruga e drejtë. Dhe atë njeri I cilin Allahu I lartësuar e lën në humbje, nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj e deklaroj se nuk meriton të adhurohet veç Allahu I vetëm dhe I pashok. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo që pason rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, Allahu I lartësuar na porosit ne në librin e Tij, ashtu siç ka porositur të gjithë popujt para nesh, të gjithë besimtarët para nesh, që ta kemi drojë Allahun e lartësuar, të friksohemi atij dhe të ruajmë kufijt që ai ka vendosur. Të bëhemi devotshëm, sepse devotshmëria është më e mira vepër dhe më I miri furnizim që njeriu merr me vete për udhëtimin e tij në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Allahu I lartësuar thotë në librin e Tij: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun siç ai e meriton. Pra bëuni të devotshëm duke ruajtur kufijtë e Tij dhe duke mos I shkelur ato dhe mos vdisni tjetër veç se duke qenë musliman. Të nderuar besimtar, ne falenderojmë Allahun e lartësuar që na bëri të mundur të kalojmë dhe një vit në adhurim të Zotit, I cili sipas kalendarit hënor ishte viti 1447, dhe jemi futur prej 2 apo 3 ditësh në një vit të ri të kalendarit hënor që është viti 1448 I Hijretit. Dhe kalendari hënor bazohet mbi lëvizjet e hënës. Dhe muaji hënor ka 29 apo 30 ditë. E ky kalendar hënor natyrisht që ka 12 muaj, fillon me një muaj të shenjtë që është muaji Muharrem në cilin jemi, dhe mbyllet me një muaj të shenjtë, I cili është muaji Dhulhixha. E ky muaj në cilin ne jemi, të nderuar besimtar, është një nga muajt e shenjtë, siç tham, që jemi këshilluar që t'i kushtojmë atij vëmendje. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, më I miri agjerim mbas muajit të Ramazanit është agjerimi I muajit të Allahut Muharremit. Që tregon se vepra e mirë, agjerimi, më I mirë që mund bëhet mbas Ramazanit që është obligim, është një agjerim që besimtari e bën në këtë muaj. Dhe më e mira këtyre ditëve të këtij muaji është dita e 10 e tij. Ajo e cila është quajtur Ashura, që njihet në kalendarin hënor si dita e Ashuras. Dhe dita e Ashuras e merr kuptimin për shkak se është e 10-ta ditë e këtij kalendari dhe e këtij muaji. Jo se ka lidhje me gatimin tradicional të njohur në vendin ton apo dhe në vende tjera, dhe të cilin disa njerëz, duke deformuar kuptimin e kësaj dite, e gatuajnë dhe e festojnë atë ditë duke konsumuar nga ky ushqim. Ashura. Të nderuar besimtar, dita e 10 e këtij muaji e merr vlerën për shkak të një evenimenti, për shkak të një ndodhie, e cila ndodhi në një nga popujt e kaluar dhe ngelin në histori. Ditë në cilën Allahu I lartësuar u dha fitore besimtarëve. Një fitore të qartë e cila do të lexohet e do studiohet sa të ketë në tokë besimtar. Dhe mundi Allahu I lartësuar në këtë ditë atë I cili ishte simboli I mohimit, simboli I tiranisë, I padrejtësisë, faraonin me ushtrinë e tij, duke I dhënë fitore Musait dhe popullit të tij të cilët ishin besimtarë. Profetit Allahut Musait alayhis salam, I cili për ne si musliman është një nga profetët më të mëdhenj, më të zgjedhurit,
nga 5 profetët e zgjedhur që Allahu i lartësuar i ka përmendur në librin e tij dhe janë vlerësuar shumë. Madje Musa alayhi salam është profeti më i përmendur në librin e Zotit në Kur'an. 136 herë është përmendur Musa alayhi salam në 34 suret Kur'anit. Dhe kjo, siç kanë thënë dietarët, për arsye të ndryshme, ndërto përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, një arsye shumë madhore. Thot, Musa alayhi salam dhe faraonin, kraun tjetër, ishin 2 skaje. Njëri në skajin e mohimit të Zotit. Të mohimit të Zotit, madje të pretendimit se është vetë Zot, që ishte faraoni. Nuk ka Zot tjetër veç meje, thoshte. Nuk di për ju të keni Zot. Unë jam Zoti juaj. Dhe ky është skaj i fundit që mund të arrijë njeriu, të mohoj Zotin, madje të pretendojë se vetë është Zot. Është ekstrem. Dhe në skajin tjetër, argumenti më i fortë dhe bindja më e madhe për ekzistencën e Zotit, që Allahu i lartësuar e zgjodhi Musain t'i fliste drejt për drejt, pa ndërmjetës, dhe t'i shkruante librin me dorën e tij. Dhe kjo është ekstremi në bindje në ekzistencën e Allahut. Dhe gjithashtu në kujdesin, mbrojtjen dhe ndihmën e tij. E thot Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, një nga arsyet e mëdha që është përmendur shumë Musa alayhi salam dhe gjithashtu historia e tij është se ligji i tij, sheriati i tij ka një ngjashmëri të madhe me sheriatin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai si profet ka një ngjashmëri të madhe me profetin ton. Pra edhe ligjet ngjasojnë me njëra tjetrën, por edhe këta 2 profet ngjasojnë shumë me njëri tjetrin për shkak të sprovave të mëdha që kaluan me popujt e tyre dhe me kundërshtarët e tyre. Derisa profeti sallallahu alaihi wasallam, si thot Ibn Qayyim, sa herë që kalonte sprova të mëdha, Allahu i lartësuar i përmendte në Kur'an historinë e Musait, për t'ia lehtësuar sprovat e tij, dhe ai thoshte, Allahu e mëshiroft Musain, u sprovua më shumë se kaq dhe ai duroi. Pra ishte një shembull që profeti alayhi salam t'i lehtësoheshin sprovat atij dhe të forcohej në fenë e tij, të gjendë mbështetje, të gjendë model dhe teste përpara. E Musa alayhi salam, nderuar besimtar, kaloi vështirësi të mëdha, sprova të mëdha, që nga lindja e tij deri në fundin e jetës së tij, sprova të panumërta. Dhe Kurani na përmend ne histori të shumta dhe përballje të shumta që pati. Na tregon Kurani për të, nderuar besimtar, se Musa alayhi salam pati sprovë me faraonin, gjithashtu me magjistarët. Na tregon Kurani gjithashtu se historinë që pati ai me atë personin prej popullit të tij, prej hebrejve, prej jehudëve, dhe me atë që ishte prej koptëve, që aksidentalisht e vrau, prej banorëve të Egjiptit. Na tregon gjithashtu Kurani historinë e Musait me Samiriu, njeriu i cili ndërtoi një viç dhe u tha njerëzve se ky është Zoti ynë dhe i Musait, e janë i ta adhurojnë. Na përmend Kurani historinë që Musa i pati me Khidrin, historinë që Musa i pati me atë njeri të urtë, Medjen, dhe me 2 vajzat e tij, i cili ky u bë edhe vjerri i tij. Gjithashtu Allahu i lartësuar na përmend në Kur'an historinë e Musait, kur Allahu e zgjodhi dhe i foli drejt për drejt, e të tjera prej historive, të cilat të gjitha kanë, përveç informacionit për ne, përveç njohurive për ne, kanë edhe mësime të shumta dhe edukim të madh. Dhe sot, në nderuar besimtar, do të flasim për një aspekt të historisë Musait alayhis salam, që ka të bëjë edhe me ditën e Ashurës. Dhe ky aspekt është se si Allahu i lartësuar kujdeset, e ndihmon dhe i mbron robërit e tij. Allahu i lartësuar ka një kujdes të veçantë për besimtarët. Dhe këtë e gjejmë shumë të sqaruar bukur në historinë e Musait alayhis salam dhe në vështirësitë me të cilat ai u përball.
Si thamë ne, Musai a.s. kaloi shumë sprova që me lindjen e tij. Kur ai lindi, faraoni kishte nxjerr një urdhër që të vriteshin të gjithë të lindurit meshkuj prej hebrejve, prej ben Israilve. Donte të shfaroste ata. Dhe ky ishte një çast i vështirë për nënën e Musait a.s., e cila e lindi dhe nuk dinte çfarë të bënte për ta mbrojtur, por Allahu i lartësuar e inspiroi atë që ta hidhte në det, në ujë, ta vendoste në djep dhe ta lëshonte në ujë. Dhe e inspiroi dhe e qetësoi zemrën e saj duke e frymzuar atë dhe duke treguar asaj se ky në të ardhmen do të bëj profet, do të kishte një ardhme të ndritshme. Siç Allahu i lartësuar na i tregon këtë në librin e tij. Allahu i lartësuar e mbrojti në këtë rast Musain nga vdekja. Por sprova më e madhe ishte se uji e mori Musain a.s. dhe e çoi tek pallatet e faraonit. Dhe e dinin atë kohë se si Beni Israilit përdorin mënyra të ndryshme për të ruajtur fëmijët e tyre që të mos vriteshin, të mos i vrisnin të vegjël. Dhe e dinin se ky fëmijë i hedhur në ujë mund të ishte prej tyre, sepse vendalit nuk kishin arsye ta hidhin fëmijën e tyre në ujë. Dhe kur e morën, kur e gjeti gruaja e faraonit, i thot faraonit: "Qalet imratu Fir'auna qurratu 'aynin li wa lak. La taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun." Thot gruaja e faraonit: "Ai do të jetë prehje edhe gëzim për sytë e mi dhe sytë e tu. Të mos e vrasim atë. Ndoshta do të jetë i dobishëm për ne, por edhe ndoshta mund ta birësojmë atë." Dhe ata e bën këtë gjë, thot, pa e kuptuar as pak se ata ishin pjesë e planit të Zotit. Pra ky fëmijë që nëna hodhi në ujë, dhe Allahu i lartësuar e qetësoi atë duke i thënë se ne do ta kthejmë tek ti. Edhe ai do të bëhet profet një ditë. Allahu i lartësuar u kujdes që edhe pse vajte në duart e armikut të tij më të madh, tiranit më të madh të tokës, të hidhte dashurinë në zemrat e tyre, ta donin atë dhe thoshin të mos e vrasin, mos e dëmtojmë, sepse ndoshta një ditë do na bëj dobi apo edhe mund ta birësojmë atë. Thot Allahu i lartësuar dhe ata nuk e kuptonin as pak se çfarë po bënin. Pra ata ishin pjesë e planit të Allahut të lartësuar. Gjithashtu, Allahu i lartësuar e ruajti Musain në shumë sekuenca dhe historia e tij është shumë e bukur se si Musai nuk pranonte asnjë prej grave që t'i jep një gji, derisa vetëm të jëmën pranoi edhe i dha gji e jëma dhe u kujdes për të dhe e paguan për këtë gjë. Pra shikoni se si vjen plani i Zotit për kujdesja e tij, ruajtja e tij për besimtarët. Nëna e vet i dha gji dhe u pagua për këtë. U mor me qera, pa e ditur ata se kjo ishte e jëma. Pastaj kur u rrit Musai në pallatin mbretëror, doli një ditë në pazar dhe i ndodhi një aksident me një prej vendalive, koptëve. Aksidentalisht e vrau atë, pra deshi ta shtynte, ta ndalonte nga konflikti dhe ndodhi që ai u rrëzua dhe vdiq. Atëherë ata u mblodhën bashkarisht, duke ditur që ky ishte prej hebrejve, filluan të bënin plane dhe nëse e gjenin Musain a.s. do ta kishin vrarë. Kështu ishte ligji i tyre. E thot Allahu i lartësuar: "Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min an-nasihin." Fakharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najini min al-qawmi adh-dhalimin. Thot Allahu i lartësuar, një burr erdhi me nxitim nga ana e largët e qytetit dhe tha: "O Musa, krerët e popullit po merren vesh kundër teje që të vrasin." Pra kush mund t'i ndalonte ata? Askush. Kishin dorë ligjin, ushtrin gjithçka. Ata po merren vesh të vrasin. Largo me njëherë sepse unë po t'jap një këshill të sinqert. Thot Allahu i lartësuar, Musa doli prej qytetit i friksuar dhe i kujdesshëm që të mos e kapnin, duke thënë: "O Zoti im, më shpëto nga populli zullumqar." Ky ishte një rast tjetër kur Allahu i lartësuar u kujdes për të
dhe erdhi njeri pa njohur. Allahu i lartësuar thotë erdhi njeri nga fundi i qytetit, i pa njohur për të, por e këshilloi, kaq ishte misioni i tij. E bëri detyrën dhe pavarësisht se u kujtua me emër apo nuk u kujtua, ky ishte misioni i tij, e dha këshillën dhe Musa alayhis salam shpëtoi. Gjithashtu Allahu i lartësuar e shpëtoi Musa alayhis salam kur ishte me magjistarët, kur përballë me ta, në një pozitë shumë të vështirë për çdo njeri. Por ata magjistarë me famë, të famshëm, të frikshëm, hodhën shkopin dhe litarët e tyre dhe u kthyen në gjarpërinj në sytë e njerëzve dhe hipnotizuan ata. Allahu i lartësuar e mbrojti Musain alayhis salam dhe nuk e la që të dështonte përballë tyre. Thot Allahu i lartësuar: "Wa uhayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin." Allahu i shpalli Musait që ta hidhte shkopin e tij. Kur ai e hodhi, shkopi filloi të gëlltiste mashtrimet që magjistarët kishin trilluar. Nuk bëhej fjalë më për mashtrime dhe hipnotizim, por bëhej fjalë që ky shkop u kthye në një gjarë për të vërtetë që filloi të glabëronte gjithë ato shkopin dhe litarët e tyre që dukeshin si gjarpërinj. Atëherë thot Allahu i lartësuar e vërteta doli në shesh, ndërsa ajo që bënin u shua dhe u bë e pablefshme. Ata u mundën në atë vend dhe u kthyen të poshtruar, kurse magjistarët ranë me njëherë në sejdë. Pra magjistarët nga jo besimtar u kthyen në besimtar në atë çast kur pan ndihmën e Allahut lartësuar për Musain. Se si Allahu i lartësuar e ndihmoi dhe fitore atij, e mbështeti atë, u kujdes për të. Gjithashtu, Allahu i lartësuar e ndihmoi Musain kur faraoni dhe ushtria e tij e ndoqën nga mbas. Kur Musa alayhis salam bashkë me popullin e tij ishin në buzë të detit. Dhe mbas tyre ishte faraoni i frikshëm me ushtrinë e tij të frikshme, që i kishte torturuar për shumë kohë, u kishte therrur fëmijët e tyre, i kishin skllavëruar dhe përdorur në mënyrën më të keqe. E në këtë situatë është normale e natyrshme që njeriu të friksohet shumë. Dhe populli i Musait u friksuan. Përpara kishin detin dhe mbas tyre kishin armikun. Armikun e frikshëm dhe jo çdo lloj armiku të arsyeshëm. Thot Allahu i lartësuar: "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Kur ushtrit, pra kur dy grumbullimet pa njëra tjetrën, shokët e Musait tanë na arritën. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Thot Allahu i lartësuar, kur Musa dhe besimtarët pan pas tyre faraonin me ushtrinë e tij, shokët e Musait thanë të friksuar: "Tani do të na arrin." Por Musa me bindje të plot tek Allahu tha: "Kurse si. Me mua është Allahu, është Zoti im, ai do të më udhëzoj." Atëherë Allahu i shpalli Musait që ta godiste detin me shkopin e tij. Deti u nda me lejen e Allahut dhe çdo anë e tij u bë si një mal i madh. Allahu e shpëtoi Musain dhe gjithë besimtarët që ishin me të, ndërsa faraoni me ushtrinë e tij u përmbyt, pra u mbytën. E përmbyti Allahu i lartësuar faraoni bashkë me ushtrinë e tij. Prandaj nderuar besimtar, shikojmë se si Allahu i lartësuar u kujdes për Musain. E mbrojti atë, e ruajti atë në situatat më të vështira. I dha atij fitore kundrejt popullit zullumqtar. Prandaj, të nderuar besimtar, duhet të kemi një siguri dhe bindje në zemrat tona se atë që e mbron Allahu dhe kujdeset për të nuk ka kush e dëmton. Atë që Allahu i lartësuar e ndihmon, nuk ka rëndësi se sa vështirësi e rrethojnë dhe me çfarë problematika shpërballet. Nëse është me Allahun, Allahu do të jetë me të dhe do ta ndihmojë atë në çdo situatë. Prandaj nderuar besimtar, nëse kemi Allahun me veten jetën tonë, nuk ka kusht na jap dështim, nuk ka kusht na pengoj. Dhe nëse
ne nuk e kemi Allahun, atëherë nuk na bën dobi kush na mbështet prej njerëzve. Allahu i lartësuar thotë qartë në librin e tij: "I yansurkumullahu fala ghaliba lakum, wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Do nëse Allahu ju ndihmon, askush nuk mund t'ju mposhtë. E nëse ai ju lë pa ndihmë, atëherë kush është ai që mund t'ju ndihmojë pas tij? Pra veç ti. Prandaj vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Nderuar besimtar, çdo kush prej nesh është nevojtar për kujdesin e Allahut, për ndihmën e tij, për mbrojtjen e tij. Të gjithë ne në çfarëdo lloj pozite dhe pozicioni të jemi, çfarëdo lloj gjendje që të jemi, kemi nevojë për ndihmën e Allahut, për kujdesin e tij dhe mbrojtjen e tij. Dhe nuk ka rëndësi se njeriu është i dobët, nevojtar apo i fuqishëm. Nuk ka rëndësi se është i pasur apo i varfër. Nuk ka rëndësi se është i vogël apo i madh. Nuk ka rëndësi se është udhëheqës apo i udhëhequr. Është i smur apo i shëndetshëm. Është në udhtim apo është mes njerëzve të vet. Në të gjitha rastet njeriu është nevojtar dhe i duhet mbështetja, ndihma dhe përkujdesja e Allahut. Askush prej nesh nuk duhet të mashtrohet me mirësitë që ka as sa përplit syt. Sepse në natyrën tonë ne jemi nevojtar për Allahun e lartësuar, siç Allahu i lartësuar thotë: "Ja ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." O ju njerëz, ju jeni nevojtar për Allahun, jeni fukarenj para Zotit. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Nërsa Allahu është i pasur dhe është i përnderuar, është i lavdëruar, i falënderuar. Prandaj këtë të mos harrojmë, nderuar besimtar. Nuk është më nevojtar dikush që është në mes të detit dhe e përplasin dallgën të gjitha krahët në çaste të vështira, nuk është më nevojtar për kujdesin dhe ndihmën e Allahut se sa mund të jetë ai mbret i cili jeton në pallatin e tij mes familjes së tij dhe mes shërbëtorëve të tij. Nuk duhet askush të mendojë se ai i pari është më nevojtar se i dyti. Të gjitha janë nevojtar për mbështetjen e Allahut, për ndihmën e tij dhe për kujdesin e tij. Prandaj le ta ruajmë Allahun, të ruajmë kufit e tij që Allahu na ruaj. Dhe le ta ndihmojmë fen Allahut që Allahu i lartësuar na ndihmojë ne. Dhe le të mbështeten besimtarët në Allahun sepse ai ju mjafton atyre. Dhe le të lutemi Allahut të lartësuar për nevojat që kemi, që Allahu i lartësuar na i plotësojë ato. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të bukur në cilin këshillon nipin e tij apo kushërinë e tij Ibn Abbasin. Thot: "O djalosh, do të mësoj disa fjalë. Ruaj Allahun të ruaj Allahu ty. Ruaj Allahun do me thënë ruaj kufit e Zotit, që Allahu të ruaj ty. Ruaj Allahun që ta gjesh atë pranë teje, pra kur të kesh nevojë, ta gjesh Allahun pranë teje. Kur të kërkosh ndihmë, kërkoj vetëm Allahut. Dhe kur të lutesh, lut ju vetëm Allahut. Dhe dije se sikur të gjithë njerëzit të mblidhen bashkë për të bërë dobi ty, nuk do të bëjnë dobi veç sa Zoti të ka shkruar që do të vi prej mirësisë. Dhe nëse gjithë njerëzit mblidhen për të dëmtuar ty, nuk do të mund dëmtojnë ty veç sa të ka shkruar Zoti. Dhe në hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon se Allahu i lartësuar u drejtohet njerëzve në një hadith kutsi, duke u thënë: "O robërit e mi, të gjithë ju jeni të humbur, përveç atyre që unë ju udhëzoj. Prandaj kërkoni udhëzim prej meje, që unë të udhëzoj. Thotë: o robërit e mi, të gjithë ju jeni të uritur, përveç atyre që unë ju ushqej. Kërkoni prej meje, të siguroj ushqimin që unë të ushqej. Thotë: o robërit e mi, të gjithë ju jeni të zhveshur, përveç atyre që unë i vesh. Kërkoni prej meje petkë, veshje, që unë të ju vesh juve. O robërit e mi, ju bëni gabime ditën dhe natën, dhe unë i falë të gjitha gjunahet.
Prandaj më kërkoni falje mua që unë t'ua fal ato. Ne lutim Allahun e lartësuar na bëj besimtar të mirë, na bëj nga ata besimtar që Allahu i lartësuar i do dhe kënaqet me ta. Lutim Allahun e lartësuar na mbuloj me mëshirën e tij dhe kujdesin e tij. Them fjalën time dhe kërkoj falje Allahut për vete dhe për ju. Kërkojeni falje atij sepse është falës i madh. Nderuar besimtar, një përkujtim të shkurtër për agjerimin në këtë muaj, siç tham, agjerimin në këtë muaj është agjerim më i vlefshëm mbas muajit Ramazanit. Dhe ky muaj është quajtur muaji Allahut Muharrem. Për shkak se profeti alayhis salam e ka quajtur muajin e Allahut Muharremin, ja ka dedikuar dhe e ka emërtuar si muaj i veçantë i Allahut për treguar vlerën e tij. E profeti alayhis salam ka thënë për agjerimin e ditës Ashurës se nëse do të jetojë në vitin e ardhshëm, bashkë me ditën e Ashurës që është dita e 10, do të agjërojë edhe ditën e 9. E për vlerën e saj ka thënë, shpresoj nga Allahu të më fal gjunahet e vitit kaluar. Pra me agjerimin e një dite, që bëhet si falënderim për Allahun e lartësuar, që ndihmoi Musain dhe popullin e tij kundër faraonit dhe popullit të tij, në ditën që e mundi faraoni dhe e mbyti faraonin në det, që ishte dita e Ashurës. Në këtë ditë thot nëse unë agjeroj, shpresoj nga Allahu të më fal gjunahet e një vitit kaluar. Prej sunetit pëlqejet pra që ajo shoqërohet me agjerimin e ditës së 9, pra një ditë para saj. Prandaj bëni kujdes dhe shikoni kur është dita e Ashurës, ditën e ardhshme, dhe agjeroni para saj një ditë nëse keni mundësi, e nëse nuk keni mundësi, atëherë vetëm ditën e Ashurës. Lutë Allahun lartësuar na bëj rrezik punë të mira sa jemi gjallë. Lutë Allahun lartësuar na forcoj në fenë e tij, na bëj besimtar të mirë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus salam.